Qytetarëve Vushtrias i u prezantua raporti 6 mujor i punës. Në prani të pak qytetarëve, zyrtarët komunal kanë mbajtur takimin publik me të cilin janë prezantuar të arriturat e komunës dhe jo shoshuar qytetarët për të shprehur kërkesat e tyre për investimet kapitale të planifikuara për vitin e ardhshëm. Krahas insistimit tim për angazhim dhe punë sa më efikase në administratën komunale, jemi të mobilizuar për të realizuar të gjitha projektet e planifikuara të investimeve kapitale për këtë vit, ka thënë kryetari i komunës Bajram Mulaku. Ai gjithashtu ka folur edhe për nivelin e inkasimit e të hyrave vetanake, e cila për periudhën janar-maj është në masën e realizimit 88.14% karshi planifikimit. Realizimi i të hyrave vetanake për këtë periudhë është 482.952 euro dhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, indeksi është 109%, ka thënë Mulaku. Në vazhdim të prezantimit 6 mujor të punës, kryetari Mulaku ka prezantuar punën e drejtorive komunale dhe realizimin e buxhetit. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Shërbimeve Publike, Sami Strefi, ka prezantuar para qytetarëve shkallën e realizuar të projekteve të investimeve kapitale. Janë 29 projekte që po kryen apo janë në procedura tenderuese për asfaltim të rrugëve në vlerë prej 2.719.000 euro dhe 22 projekte të kubizimit të rrugëve urbane me vlerë prej 200.000 euro, tha Istrefi. Ai ka ftuar qytetarët për të kontribuar me kërkesat e tyre në mënyrë që konform tyre të bëhet planifikimi buxhetor për investime kapitale për vitin 2012. Qytetarët shtrojnë kërkesat e tyre. Qytetarët në vazhdim të tubimit publik paraqiten para zyrtarëve komunal kërkesat e tyre. Gjendja e objektit shkollor në Karaq nuk është e mirë, gjërsa mungon edhe asfaltimi i rrugës në rajonin e Shalës Jugore. Tha qytetari Jetosh Ademi, gjërsa Driton Verbovci kërkon angazhim për të mbajtur pastërtia e lumit Tërstena, gjërsa Ferki Përçuku ka njoftuar për gjendjen jo të mirë rrugës që lidh fshatin Ceceli me fshatin Studime. Qytetari Murteza Dallku ka kërkuar nga zyrtarët komunal angazhim për ndërtim të rrugës kryesore të qytetit, si dhe kërkesa tjera nga qytetarët për të cilat zyrtarët komunal kanë shprehur zotimet për angazhim në realizim. Qytetarët në këtë tubim publik kanë marrur falas revistën 6 mujore komunale në të cilën prezantohen aktivitetet komunale brenda kësaj periudhe.